Sapo është arrestuar VM 33 vjeçar për bashkëjetesë me një vajzë të mitur e cila kur ka qenë në klasë të 9, i njëjti i ka dhënë banesë me qira familjes së saj dhe ka përdorur vajzën e tyre 14 vjeçare pa vetdijen e prindërve. Prindërit në momentin që e kuptojnë të revoltuar mundohen që ta parandalojnë të njëjtën, i njëjti me dhundën në kërcënim sipas deklaratës së prindrit e merr vajzën dhe e marton, pra bën një bashkëjetesë me një të mitur pa pëlqimin e prindërve. Njashtu e njëjta ngelen shtatzën e cila më pas ku vazhdon kalvari i problematikës, edhe ginekologët të cilët të njëjtët nuk kanë raportuar rastin, edhe e kanë abortuar fëmijën e të miturës, e deri më tani nuk është regjistruar si rast. Bashkëjetesa me një të mitur është vepër penale e cila sankcionohet me ligjë, ashtu edhe vepra të tjera të cilët ndërthuren me të njëjtin rast. E ama e shqetësuar e ka denoncuar rastin sepse për 4 muaj nuk ka pas asnjë lloj kontakti me vajzën e të cilën jetojnë vetëm një kat më lart në godinën e njëjtë. 33 vjeçari ka ndërprer shkollën vajzës së mitur, duke e penalizuar atë nga procesi edukativ arsimor. E ama e ka denoncuar fillimisht rastin në pacenzurë, bashkë me pacenzurë, sot gjatë gjithë ditës me inspektorët e policisë së Tetovës kemi reaguar që i njëjti të vihet para përgjegjësisë. E 9-ta klasë, vajzën e mora vesh të kishte lënë 7 shkova te bolnica, e çova ers ma mur te bolnica, në smetja që s'është caulli. Është na ka kërcënu, i thajsha do ta fkas liri donën policin, thajte ka dush fkat, nuk frajgum pi kërku. Stop, unë i kum thonë do ta fkas liri donën, do ta fkas policin, i qupi caucës, nuk je drejt. Vajzën e majnë të mille, gjithë natën e shotajtë në ufave, gjithë ditën flecalca me përde trash. E ne, kur dalën vjeri buri, e mshilin caucën, me qelë se po vajnë të nana, po kalzon. Prajtni, aje kërcënon caucën se dhe ta vras nanën, babën, taj si qkësht kalzon. Abuzues e 33 vjeçar i cili nuk e kuptoi në asnjë lloj momenti në çfarë psihoze mund një 33 vjeçar të ketë marrëdhënie seksuale me një vajzë 14 vjeçare e cila është nën moshë, madje prindërit e tij të cilët kishin dalë fotografi me këtë vajzë 14 vjeçare në fustan të bar, një vajzë e mitur, e nuk e kuptoj çfarë psihoze dhe çfarë ligji do ta mbrojë këtë djalë i cili ka marrë vajzën tuaj 14 vjeçare. Ashtu është përfshirë edhe sektori për krim ekonomik, sepse në të gjithë këtë kalvar të vuajtjes së kësaj 14 vjeçare ka edhe një moment i cili duhet jashtëzakonisht të marrë vëmendje. Në momentin që zonja ka shkuar tek një ginekologe e cila më pas do të marrë të gjithë përgjegjësinë penale, e ka vërtetuar se kjo vajzë 14 vjeçare është shtatzën dhe nuk e ka lajmëruar policinë. Njashtu, në spitalin e Tetovës, i është dhënë vajzës hapa për ta abortuar fëmijën, edhe ka abortuar fëmijën dhe i njëjti mjek duhet të mbajë përgjegjësi. Ky ngelja shtatzën dhe të vihen përpara përgjegjësisë të gjithë ata të cilët kanë qenë në dieni dhe nuk kanë marrë hapa. Ti, një nën e mrekullueshme që ke bën një veprim të mrekullueshëm duke mos pasur frikë dhe duke nxitur pa cenzurë që jashtëzakonisht të merr guximin.